Detajet e reja kanë dalë në pa nga ngjarja e rëndë e ndodhur në fshatin Grabov të Përmetit, ku 2 persona mbetën të dëmtuar për shkak të shpërthimit të një lënde plasëse që dyshohet të ketë qenë një bombë e vjetër. Të plagosurit janë Mustafa Koçi, 53 vjeç, ku sipas raportimeve të spitalit ka dëmtim të lehtë në dorë, djegje, dhe Erviz Bregu, rreth 38 vjeç, në gjendje të rëndë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në momentin kur të 2 punëtorët po bënin riparime në një shtëpi të vjetër në fshatin Grabov, ku ndodhi dhe shpërthimi. Sakaj që raportohet se lënda plasëse dyshohet se i përket luftës së dytë botërore, ndërsa bëhet me dije se pronari i shtëpisë ku punëtorët po bënin riparime është Koço Zyba, 68 vjeç. Nga veprimet e parahetimore dyshohet se ata janë dëmtuar aksidentalisht nga shpërthimi i një lënde plasëse të mbetur nga periudha të mëparshme, dyshohet bombë vjetër, gjatë kryerjes së punimeve në murin e një banese të vjetër në fshatin Grabov, Përmet. Të dëmtuarit janë transportuar për mjekim të specializuar në spitalin rajonal Gjirokastër dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve, njofton policia. Po ashtu raportohet se autoritetet vendase po vijojnë me punën për zbardhjen e plotë të rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.